Në prag të përfundimit të afatit për dorëzimin e votave nga emigrantët, kryeministri Edi Rama ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar jashtë vendit që ende nuk e kanë dorëzuar zarfin e tyre ta bëjnë këtë sa më shpejt që të jetë për të bërë pjesë e zgjedhjeve të 11 majit. Sipas Ramës, kjo nuk është një thirrje e zakonshme, por një ftesë për të marrë pjesë në atë që ai e cilëson si dita e gjykimit të popullit sovran. Ky është edhe mesazhi i fundit që dua t'ju përcjell të gjithë motrave dhe vëllezërve tanë në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Britani, e me radhë, ku ende ka zarfa që janë në shtëpia dhe ku ende ka kohë për të bërë pjesë e takimit historik të 11 majit. Për të takuar historinë së bashku me shumicën ndërmuese shqiptarëve që në 11 maj do të përcaktojnë pas një ekuivok rrugën e fatit evropian të Shqipërisë. Rama tha se 11 maj nuk është vetëm një ditë zgjedhjesh për qeverisjen e 4 viteve të ardhshme, por një moment vendimtar për rrugtimin e Shqipërisë drejt integrimit evropian. Janë zgjedhje për të përcaktuar se ku do të jetë Shqipëria 2030, për të përcaktuar se si Shqipëria do të përballojë dhe të mbyll negociatën me Bashkimin Evropian 2027, janë zgjedhje për t'i dhënë një fuqi të re vendimmarrëse dhe një frymë të fortë Bashkimi Evropian vetë Shqipërisë. Ky është viti i parë që shqiptarët në emigracion marrin pjesë në procesin e votimit nga vendet ku jetojnë dhe punojnë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpërndarë mbi 245.000 zarfe me fletë votimi në disa shtete evropiane. Deri më tani mbi 175.000 janë rikthyer të plotësuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kryesisht nga Italia dhe Greqia.